Ballakumi e Elbasanit, me gjithë respektin që do kem për zonjat blogere që na servirin në emisionet e tyre gatimin e ballakumes, ajo vlerat i merr në Elbasan sepse teknikat I bëjnë vetëm duke filluar që nga përbërësit, që nga gjalpi që Atere më falë se doja të bëja një ndërpritje të vogël, po duhet atere që gjithë gjyshët që e kam mësuar si gatuat ballakumi, t'ja mësojnë, t'ja trashëgojnë traditën dhe mënyrën si gatuat. Është një trinom gjyshe, vajzë, gjyshe, nuse, vajzë, një përcjellje që I bëhet kësaj tradite në Elbasan. Gjatë vitit fundit është rigjallëruar, është shumë të ri dhe të reja që tashmë janë të apasionuar pas gatimit të kësaj ëmbëlsire karakteristike. Që kam për zonjat që servirin për emisionet e tyre rëndësinë e merr në Elbasan ballakumja, që nga Ena e Bakrit, që është 150-200 vjeçare. Mbaj mend në familjerin time, gjithë familjet e Elbasanase të vjetra e gëzojnë, e posedojnë të Enë Bakri, do e merja ke komshiu edhe do bëheshin ballakumet si mas traditës, ke gjalpi 1 vjeçar, që bliesh, pra, mbaron sot festa, do blihet gjalpi për... Po më vjen dëshira tani të mësoj edhe unë të bëj një ballakume, po unë s'kam një gjyshe që mund të më mësoj. Do të mësoj unë, me mënyrë tradicionale. Do ta marr këtë ftesën. Ballakumja në Elbasan ka specifikën e vetë, Enën e Bakrit, rrafja me dorë, sepse është ajo nxehtësia, reaksioni që krijon. Jam një kushinierë shumë e mirë, ta dish.